të lutem, sepse me shpifje dëmon ose leticet, Besnik Berisha leticet dëmon provat, leticet provat e mos dëmon mos shpif, se përduish ato shpifje tjera. Avokat, po ju kisha lut veç mos ta bëni gjukatorën arin e përplaseve kaq personale, kjo nuk tolerohet. Nuk po shpontan dëshirash avokat, gjithë herë e paraqet një kërkesë. Është e pamundur të administrohet 21 CD. Edhe 200 CD nëse janë të administru gjykata. Sylla për shkak të veprës penale në bashkëhyrje me të njëjtin lësë vrasje e rënd në bashkëhyrje nga njeni 173 paragrafi 1.1.5 dhe 1.8 lidhur me njenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të nga në Republikës që të respektuhet të drejtat e të dëmtuarës, pra të trajtuhet me respekt. Sepse në Se avokata keni vërejtje në trajtimin e të dëmtuarës pa respekt nga gjykata? Ishtë temë dhe të vyja, po mleja gjyqtare. Avokat, po kur ju pretendoni se... Jo, nuk po pretendoj të gjykata, po prej kolegut tim, i cili që nga fjolla hyrëse, edhe për kunde që nuk është objekt i shqytimit soj çështje veprimet e të ndjerit Valmir Breznica, ato rrjedhimisht po reflektojnë vesh tek gjyqtare. Avokat, vesh jo, avokat, të lutem. Vesh tek sepse me shpifje dëmon ose leticet, Besnik Berisha leticet dëmon provat, leticet provat e mos shpif, se përduish ato shpifje tjera. Avokat, vesh një gjë për ta thonë. Gjykatorja nuk është arenë e shpërfaqjeve nuk e di raporteve nëse s'keni raportet mira apo diçka. Me raportimin, po këtu jemi me një çështje penale konkrete. Vetëm sa i përket objektit të akuzës, edhe për akuzin e ortë. Po ju kisha lut veç mos ta bëni gjykatorën arin e përplaseve kaq personale, kjo nuk tolerohet, sepse kemi bërë vetëm me një çështje penale konkrete. Prokuror, lidhur me provat materiale jeni të gatshëm? Po nderuar kryetarë të gjykatës, të nderuar anëtar, me qenë se këto prova janë dorëzuar në kopje të mjaftueshme edhe për gjykatën, edhe për palët e tjera në procedurë, nëse është nevojshme shkurtimisht do të elaboroj, megjithatë secila nga palët në procedurë ka pas mundësinë, i ka kundërshtuar, janë administruar kuptimin e pravueshmërisë së tyre, megjithatë mund të vazhdojmë me elaborimin e tyre. Po, prokuror Pjendruçën? Është propozuar administrimi i raportit autopsisë me numër RO-23-313 i datës 6/2/2024, me të cilin vërtetohet se është kryer ekzaminimi përkatësisht autopsia e trupit të pajet, janë evidentuar plagët në trupin e tij, nga raporti analitik i videoinqizimeve së bashku me një CD i datës 12/9/2023, në të cilin është bërë analizimi i pamjeve filmike të kamerave të sigurisë të marra në aeroportin ndërkombëtar, ku janë përshkruar ardhja dhe lëvizja e të pandevurit me të njiturin JS. Mund prita që prokuria ka me saksu se cila provan cilin element të veprës penale në dispozitiv akuzës, akuzës, në që është një akuzë,
Ajo që do të na tregoj që 21 CD-ja është një raport i autopsisë. Se cila provon kryer veprës penale? Vrasjes në bashkyrje. Ajo të na lexon përshkrimin që ata akuzave që ofron. Që i bie që në 21 CD-ja du të me kështu këto. Se cilin raport që këta thonë du të me qikë në skaner edhe me po më në nërë. Sa i përket pretendimit të mbrojtësit të akuzuarit arsimqyri avokatit Berisha, lidhur me CD-t, ky pretendim qëndron. Prokuror nuk di nëse janë ndorë, sepse 21 CD nuk është e pamundur të administrohet 21 CD, konsiderojnë se duhet të kenë sekuenca, po pretendohet të vërtetohet kryerja e veprës penale, sepse në 21 CD nuk është e mundur të shikohen 21 CD veç me qurë pa filtër. Avokat, nuk është spontan dëshirash avokat, gjithë herë e paraqet një kërkesë, po vazhdoj me administrim. Po lidhe me të çështje prokurori, po thotë ne kemi mundësi, kemi bërë sekuentimin e pjesëve të CD-ve ku parash ngjarjes kritike dhe ajo është thelbi i kësaj çështje penale. Tash nuk di pse do të vazhdimisht me interferu jo. Nuk po kuptoj avokat çka duhet me ju leju. Jo, veç. A e keni boju sekuentimin, a jeni kompetent avokat? Nuk e kom base, nëse më leja, ama fjallin, në ta e po flasë. Se për ndryshe pa rjetuaj, s'po flasë. Po avokatur në? Nësë më pasë ndërhyri. Pra, po megalominizohet kjo çështja e 21 CD-ve, mirë po konsideroj për të vërtetu çështja faktike, pra edhe 200 CD nëse janë do të një administru gjykata. Përveç saj, këtu, se shihet në administrim të prova pra nga ana e prokurisë, i kemi edhe disa kamera tjera, po i theksoj domosht që ajo është një sekuencë, pra është nga radio taksi Llapi, është nga fura Bukët, nga autolari Arena Vash, nga IBA Market, nga fura Bukës Meles, kështu që nuk është një sekuencë shurta që nuk besoj që e pengon diçka gjykatën, normal që pak po merr, por nuk është diçka që e jashtëzakonshme dhe që nuk duhet gjykata për me i administru dhe atë i falënderit, këto do shtë në po. Mos të vazhdojt në administrim me provën materiale, respektive shikimin e CD, para se të dëgjohet dëshmitari. Pas që njëti mund të ndikohet nga këto, me qenë se sonca është publike dhe në zonë po dhe kamera, cilat edhe mund të transmitojnë